Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar një vizitë të veçantë në US Army War College, ku është pritur me nderime nga përfaqësues të lartë të ushtrisë amerikane. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Osmani ka ndarë një fotografi të përbashkët me 10 ushtarë dhe zyrtarë të SBA-s, duke shprehur krenarin për aleancën e fortë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ushtrinë më të fortë në botë, ka shkruar Osmani në mbishkrimin e fotos së publikuar, ku shihet duke bërë një selfie në një sallë të mbushur me ushtarë e personalitete amerikane. Vizita e presidentes në SBA ka përfshirë takime të rëndësishme me zyrtarë amerikanë dhe me përfaqësues të diasporës shqiptare. Osmani ka theksuar se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën mbetet burthemeli i sigurisë dhe stabilitetit jo vetëm për vendin, por edhe për të gjithë rajonin e Ballkanit. Raporti ynë me Shtetet e Bashkuara është më shumë se miqësi. Është një partneritet strategjik që na ka garantuar lirinë dhe vazhdon të garantojë të ardhmen tonë euroatlantike, ka deklaruar ajo gjatë takimeve me komunitetin shqiptar në Amerikë. Presidentja ka vlerësuar gjithashtu kontributin e diasporës shqiptare në forcimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe SBA-s, duke theksuar se diaspora është një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit të vendit. Fotografia e publikuar nga Osmani ka marrë mirë reagime në rrjetet sociale, duke u shpërndarë gjërësisht me qytetarët që e konsiderojnë këtë vizitë një dëshmi të lidhjeve të pathyeshme mes Kosovës dhe Amerikës. Kjo vizitë në US Army War College shënon një tjetër moment të rëndësishëm të diplomacisë së Kosovës, duke treguar se vendi mbetet i lidhur ngushtë me aleatët e tij strategjik.